Faleminderit profesor Pira. Mirëmbrëma gjithëve. Kjo kumtes bëron nga përvoja drejt për drejt restauruese në pikturën murale të kishës së manastirit të Profetilis në Stegopull, e cila përbën një element me rëndësi domethënëse në vargun e gjatë të monumenteve pas bizantine në Shqipëri. Për te proceseve të ndërhyrjes restauruese, ky manastir i transformuar në fakt në një laborator kërkimi gjatë tyre viteve, synoi që të eksploroj në thellësi dinamikat shumë palshe që kanë karakterizuar këtë qendër monastike gjatë periudhave kohore të ndryshme. Duke filluar nga diagnostikimet e detajuara të patologjive dhe deri tek vëzhgimet e afërta të fenomeneve të ruajtjes, si dhe ndërhyrjet me karakter konservues dhe restaurues, ky studim ka për qëllim të rindërtojë vimësinë e fazave piktorike, të identifikoj autorët dhe ateljet piktor të tjerë të pa identifikuar dhe të zbuloj transformimet funksionale dhe artistike që kanë formësuar historinë e këtij monumenti. Pas reflektimit mbi rëndësinë dhe kompleksitetin e kësaj qendre monastike, është e domosdoshme të përmendet shkurtimisht historiku i kishës së manastirit të Profetilis. Sipas mbishkrimeve ekzistuese, kisha e manastirit përmban 3 datime të rëndësishme historike. E para lidhet me vitin 1624 dhe përbën datën e ndërtimit të kishës. Dhe më pas në mbishkrimin mbi portën perëndimore të Nausit tregon se ai u pikturuam në 19 qershor 1653 nga Konstantini biri i Mihalit, nga Kantundi Linotop dhe nxënësi i tij Nikola. Ndërsa mbishkrimi në portën hyrëse të Narteksit dëshmon se ai u përfundua në 14 maj 1671 nga vëllezëri Dimitër de Gjergj. Në këtë kontekst historik dhe artistik, punimet restauruese që u ndërmorën u përqendruan vëmendjen kryesore në diagnostikimin e gjendjes së pikturës murale, njohjen me patologjitë degraduese, analizat e materialeve, si dhe aplikimin e metodave konservuese të avancuara, të cilët shërbyen si një bazë domosdoshme për ndalimin dhe degradimin të mëtejshëm të afreskave, por të përnjohjen më të mirë të teknikave të realizimit, materialeve të përdorura, si dhe fazave nëpërmjet të cilave ka kaluar manastiri. Gjithashtu dhe kontributin e mjeshtrave piktor. Punimet që u kryen pjesërisht në Naos sollën rezultate të kënaqshme në evidentimin e pikturës autentike dhe që pruri si rrjedhoi reflektime të reja. Duke mbështetur në këto rezultate, ndërhyrjet përfshin një seri masash konservimi dhe restaurimi të dedikuara për konsolidimin dhe ruajtjen e sipërfaqeve murale, do t'i kaloj shumë shpejt, që konsistuan në pastrimin e depozitimeve sipërfaqësore, heqjen e depozitimeve të ngurta dhe të qëndrueshme, injektime të materiale konsolidante për fiksimin e shtresave përgatitore me suportin, konsolidimi dhe fiksimin e pelikulit piktorik dhe mbushja e lakunave me llaç të ri. Ndërkohë që ndërhyrjet e tjera konsistuan në bordurimin e sipërfaqeve të pikturuara, pastrimin e afreskut nga verniku i dekompozuar që në këtë rast ishte një shtres shumë e trashëdylli, pastrimin e afreskut nga kriprat dhe substancat të tjera të mbivendosura, si dhe sondazhat e heqjes së bojës, të cilët ishte lyer një pjesërisht regjistri poshtëm i zonës së apsidës. Dhe më pas, si ndërhyrje e fundit, pas pastrimit të sipërfaqes, procesi i fundit kishte të bënte me integrimin estetik të pikturës murale. Pikërisht këto ndërhyrje në fakt u bën burimi i reflektimeve, diskutimeve që po parashtrojmë dhe që lidhen me 2 fazat e para të njohura të dekorimeve murale. Siç e përmendëm edhe më sipër, Konstantini, që është dhe piktori që ka pikturuar Naosin e kishës, ndjek të atin e tij Mihalin,
siç është e shkruar dhe në mbishkrim, që është dhe lideri e ateljes Linotope. Në stil, në veprimtari dhe punojnë së bashku në disa vepra të rëndësishme. Po ashtu dhe Nikola, por në fakt Nikola i kishës së Stegopulit nuk është ai i ateljes Linotope, që së bashku me Konstantinin dhe Mihalin dekorojnë me freska kishën e shënkollit të Saraqinishtës. Nikola i Stegopulit është një tjetër që në mbishkrimin dedikator cilësohet si nxënës i Konstantinit. Studiuesi Theoharis Sampuras bën disa shënime mbi Nikolën IV, siç e quan ai. Ai atribuon nxënës Nikolës dy skena në qemerin e Hierores, ngjitja e Krishtit në qiell dhe Trinia e Shenjtë. Duke konsideruar se Nikola ndjek stilin e Mihalit, babait të Konstantinit, dhe natyrisht Konstantini ai vlerësohet se piktori nxënës është më i mirë në dekorimet se sa në realizimin e figurave. Sipas tij, në çdo rast, duket se Nikola IV nuk ka qenë një piktor i klasit të parë, siç e cilëson ai, i shkollës së Linotopit. Nga hulumtimet e realizuara ndërmjet ekspeditave të viteve 2016-19, por dhe gjatë punimeve restauruese në vjeshtën e vitit 2020, konstatuam një tjetër autor në fakt, krejt ndryshëm. Në diferencë nga Sampuras, piktori i ri, mendojmë, përfaqësohet nga një tjetër stil, ndryshe nga i Konstantinit dhe ndryshe nga mjeshtëria Mihalit. Kjo mënyrë diverse identifikohet në 3 figurat në anën perëndimore të regjistrit të poshtëm të Konkës Jugore. Të njëjtën mund të konfirmojmë edhe në radhën e medaljoneve në regjistrin më sipër. Figurat e pikturuara në këmbë dhe të pozicionuar në regjistrin e poshtëm paraqisin respektivisht figurën e shëniketës, ushtar martir që është dhe figura qendrore, në të djathtë figurën e shënestorit të Selanikut, ndërsa figura në të majt, gjysmë e prerë vertikalisht, paraqet shën Prokopin e Cezares, martirin e madh. Mund të pohojmë që edhe në këtë rast kemi të bëjmë me një tjetër piktor, që po ashtu nuk është i klasit të parë, si Konstantini, nuk është i klasit të parë, por dhe që Konstantini, jo pa qëllim, i ka vënë në dispozicion hapësira disi të fshehura. Po a mund të jetë ky nxënës Nikola? Nga ana tjetër, mund të shtrohet pyetja se si rezulton të pikturojnë nxënës Nikola krahasuar me Konstantinin. Më poshtë do të sugjerojmë disa krahasime të stilit të Konstantinit dhe nxënës Nikolës në realizimin e figurave si dhe dekorimeve në freska. Në çdo rast, vëzhgimet e detajuara na udhëzojnë drejt mendimit që nxënës Nikola mundohet fort të imitojë mësuesin e tij, jo vetëm në mënyrën e kompozimit, por dhe në dekorimet e veshjeve. Nëse do të krahasonim portretet e figurave të realizuara prej Konstantinit me ato të Nikolës, vërejmë se ato të nxënësit paraqiten të zbehta, të sheshta dhe pa volume. Atyre ju mungon drita që në këtë rast do të ndihmonte përdorimin e formës dhe evidentimin e tipareve. E kundërt është situata e portreteve të Konstantini, ku kontrasti drithie është një tipar dallues. Tiparet janë të vizatuara mirë dhe të proporcionuara. Një element tjetër dallues tek portretet të Nikolës janë dhe linjat e forta dhe të errta që konturojnë portretet dhe tiparet e tyre, që në mungesë të mjeshtrisë dhe të përdorimit të sfumaturave në shërbim të formës qëndrojnë si qëllim në vetvete, pa u integruar në kontekstin ku ndodhen. I njëjti fenomen konstatohet dhe ke draperit e veshjeve, ku mungesa e volumit kontraston me atë të figurave të realizuara prej Konstantinit. Pra, në këtë rast, piktori i ri, nxënës Nikola, që propozojmë nuk paraqitet cilësor as në dekorimet e veshjeve, kjo mund të vërehet edhe krahasuar në pjesën e brendshme të dekoruar të mantelet e shën Konstantinit në faqen perëndimore të naosit dhe atë të shënëstorit në Konkën Jugore. Vërehet qartë se Nikola përpiqet të imitoj Konstantinin, po pa arritur qëllimit as në mjeshtri dhe as në ndjeshmëri koloristike apo zhdërvjelltësinë vizatuese. Jo pa qëllim, Konstantini e ka shkruar fjalën e tij nxënës përpara emrit të tij dhe patjetër në veprimtarinë artistike të aplikuar në muret e naosit, Nikola ka rol dytësor.
Duke konstatuar tre figurat e konkës jugore fort të ndryshme nga stili pikturimit të Konstantinit, mendimi i parë ishte se mos kishim të bënim me një fazë të mëvonshme, duke lidhur pikërisht me atë të riparimeve të shekullit të 19. Por supozimi u tjetërsua në momentin kur konstatimi dytësor konfirmonte një pikturë murale në teknikën e afreskut, ashtu sikurse ajo e Konstantinit. Dallohet qartë dhe nëpërmjet ditëve të punës, gjornate, që piktura murale duhet të jetë realizuar në të njëjtën kohë. Në faqen e brendshme jugore të naosit të kishës, dallojmë se dy dritaret e këtij muri janë zmadhuar në një moment më të vonë, referuar datës pikturës murale. Ato aktualisht rezultojnë të jenë të mëdha në dimensione krahasuar me ato të faqes veriore. Me shumë gjasa, kjo është realizuar me një qëllim për t'i dhënë dhe më shumë dritë natyrale brendisë së kishës. Këta hapje të mëvonshme konfirmon dhe dëmtimi i pjesës kompozicionale të skenave, si dhe ndryshimi i pigmenteve që imitojnë forma të valzuara dhe që dekorojnë trashësitë e mureve pranë tyre dhe me bordurat blu dhe me ngjyrën e tullës. Të njëjtat ngjyra i shohin të jenë përdorur mbi një sfond të bardhë edhe në murin e jashtëm jugor, ku brenda një kornize katrore ndodhet një mbishkërim shumë i dëmtuar, nga i cili mund të evidentohen vetëm pak të dhëna, përveç Mihalit, që konstatohet si emër i shkruar, njërit prej emrave që mund të lexohen pra, mbishkrimi mban datën 8 shkurt 1870. Grupi i mjeshtrave murator, sipas kësaj dëshmie, vijnë nga fshati Pirsogiani. Duke vëzhguar pigmentet e ngjyrave të përdorura, konstatojmë se ato janë bluja e bardha në sfond dhe ngjyra e tullës. Pikërisht këto janë ngjyrat e përdorura edhe në faqet e jashtme të Katholikonit, si dhe ato të mbishkrimit të madh dedikator në muret e jashtme, në çatin e fasadave jugore dhe lindore. Këta element janë një indicie e mirë për të gjykuar lidhur me jetën dhe aktivitetet e manastirit, që synonte për propozime eksigjente, si zgjerimin e sipërfaqes së tij dhe mermetime dhe dekorime. Kjo ndërhyrje e gjerë e vitit 1870, kur përveç hapjes së dritareve në anën jugore, pikturimit të jashtëm të kishës me ngjyrën e tullës, janë kryer prej skuadrës nga Pirsogiani. Një tjetër përmirësim në mjedisin e naosit lidhet me plotësimin apo riparimin e elementeve të dëmtuar të ikonostasit fillestar. I gdhendur dhe i praruar, ai është realizuar në shekullin e 17 dhe është plotësuar mëtej me element të rindrysor. Dukshëm këto plotësime janë të ndryshme, si për sa i përket strukturës, ashtu dhe motiveve dekoruese, si dhe teknikës së realizimit. Këta element në formën e paneleve paraqesin sipërfaqe të sheshta dhe të pikturuara me ngjyra të përmbajtura të kafes dhe bëjqelles dhe të bardhës, që përkojnë njëkohësisht dhe me pjesën fundore ose regjistrin e poshtëm të gjithë sipërfaqes së naosit. Sugjerojmë që edhe këto fragmente riparuese të jenë përgatitur prej të njëjtit grup mjeshtrash nga Pirsogiani. Pavarësisht se kjo skuadër merrte përsipër punime të natyrave të ndryshme, këto nuk pasqyrojnë veprimtari të mirëfillt artistike, referuar fazave fillestare dekorative, por ndërhyrje të thjeshta riparuese të një skuadre artizanësh, të cilët vetë cilësoheshin tavanxhin. Faleminderit për vëmendjen, desha të falenderoja në këtë rast juve për vëmendjen. Dy kolegët e mi, Jani Vitalioti dhe Andrea Di Giuseppe, për diskutimet e shpeshta për çështjen, dhe Iglina Palushi për ndihmesën që më dha në transkriptimin e mbishkrimeve. Faleminderit.